Stacioni turistik i Devollit apo infopointi i turizmit në Devoll është ndërtuar nga Ministri i Bashkisë Devoll për informuar vizitorët në Bilisht apo dhe ata që të shkojnë në zonat rurale të bashkisë për atraksionet, mundësitë apo qendrat e vizitueshme nga ata. Çfarë mund të gjejnë vizitorët brenda stacionit turistik? Pra ka flet palosje, ka foto të ndryshme, guida. Në stacionin turistik ka gjithmonë punonjës të cilët orientojnë vizitorët. Janë flet palosje të ndryshme, janë guidat të cilat ata do të ndjekin në Devoll, por dhe materiale të folklorit apo të ndryshme të bashkisë Devoll. Kryetar, ne kemi parë nga postimet që bëni ju te faqja zyrtare e bashkisë që ka patur edhe turistë tuaj që kanë vizituar. Ka patur nga Gjermania, nga Franca. Ne jemi pikë kalimi, detyrimisht do bëhemi edhe destinacion për turistët e huaj, pasi pika jurse me vendet e Bashkimit Evropian në rrugë toksore është Bashkia e Devollit. Kështu që kemi vizitorë jo vetëm nga shteti i fqinj Greqia, pasi siç e thamë që së shpejti do kemi edhe guidën pres pa ofruar, por edhe nga vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian. Është pak nxehtë. Është pak nxehtë. Ne jemi të